Po, ai është i vetmi front që mbledh njerëz, se nuk duhen shumë veta në fakt për t'i bërë presion Edi Ramës për të rrëzuar Edi Ramën duhen 5-6.000 veta, aq i ka Partia Demokratike me gjitha aleatet e vet, i ka dhe më shumë. Se nuk i nxjerr çdo të hënë ata 5-6.000 veta. Problemi është se ata nuk duan ta rrëzojnë, ata duan të bëjnë protesta gandiste, ata duan protesta paqësore. Unë këtu jam kundër pastaj këtij fronti opozitar, Edi Rama pa i bë presion, pa shku në kufi të protestave që minimalisht që bëhen në Greqi, që bëhen në Francë, nuk ikën. Pra me shëtitje në bulevard, me ndajtje 2 orë atje, me lexime fjalimesh, nuk ka për t'ikë Edi Rama. Nëse ky front opozitar do kërkojnë këtë lloj rruge, jo. Në fronti opozitar minimalisht duhet lëjnë qytetarët që të shprehin zemrimin, të bëhen demonstrata siç bëhen në vendet e tjera, nuk po them dhunë, nuk po them ku diun t'i hyjnë zyre ta marrin Ramën protestuesi, po të paktën minimalisht bëhen siç shohim në vendet e tjera të Europës. Nuk ka një zgjidhje këtu. Unë nuk e shoh zgjidhje, pra secili që thotë unë nuk marr pjesë te ky front opozitar, ku është përfundimi, ku të çon? Të çon te gjatësia e Ramës në pushtet, ai ato do.